Dhe ajo që është të rëndësishme të kësot është që ne japim atyre modelin e deformuar të provimeve të shtetit, sepse çdo vit pritet, ka kopje, s'ka kopje, do dali teza, s'do dali teza, është e mirë teza, ka probleme në hartimin e tezës, gabime shkencore apo metodologjike në formulimin e saj, dhe ndodhin dhe përsëriten të njëjtat probleme, kemi të njëjtin qëndrim të Ministrisë së Arsimit dhe nuk merret asnjë mas. Kjo është një kosto për maturantët, por jo vetëm. Ato marrin modelin e deformuar dhe dëshmon problemin që kemi ne në të gjithë procesin e arsimit parauniversitar. Pra kjo është një finale, kjo duhet jetë emocionet patjetër që janë, ne nuk mund t'i shmangim dot emocionet, duhet jenë emocionet bukura, por për fëmijët shqiptar, për maturantët shqiptar, krahas emocionit është paqartësia brenda tyre, pasaktësia e gjërave. Pra ata nuk janë të qartë dhe nuk e dinë nëse teza do të jetë në përputhje me atë çka ato kanë mësuar gjatë viteve, me metodologjinë e përdorur, sepse çdo vit kemi të njëjtat probleme. Dhe është një fatkeqësi kjo. Matura shtetërore ka nisur për mirë, ka nisur që në vitin 2006, por mua, cila e njoh shumë mirë, kam qenë pjesë, që në 2006 një vit ka funksionuar siç duhet. Vit pas viti ajo degradonte në administrim, që do të thotë kishte një mos përputhje në vlerësim të nxënësve, dhe kishte një fiktivitet të madh. Dhe ne këtë fiktivitet e shikojmë nëse përballemi me vlerësimet ndërkombëtare, ne shikojmë që jemi ndryshe.